Shkodër burri i denoncon zhdukjen e bashkëshortes me të birin 2 vjeçar. Nuk dua t'ja di për gruan, dua vetëm djalin. Shtetasi Gjovalin Mikaj ka denoncuar në policinë e Shkodrës zhdukjen e bashkëshortes së tij Klaudia Hiluku dhe të djalit të tyre 2 vjeçar. Mikaj ka deklaruar se ka humbur kontaktet prej 2 ditësh me bashkëshorten e tij dhe se nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tyre. Gjovalin Mikaj kërkon ndihmë publike për gjetjen e djalit të tij, teksa është shprehur se nuk ka asnjë interes për gruan Klaudia Hiluku. Sipas asaj që Mikaj ka dëshmuar, kjo nuk është hera e parë që gruaja e tij largohet pa lënë gjurmë duke lënë pas edhe djalin e vogël. Ai është shprehur se ka kontaktuar edhe familjarët e saj, të cilët sipas tij nuk kanë asnjë informacion se ku Klaudia mund të ndodhet dhe mbi të gjitha nuk duan t'ja dinë më për të. Kam një hall, sepse më ka ikur gruaja dhe më ka marrë edhe djalin. Tek policia nuk kam gjetur zgjidhje, kërkoj që të më gjeni atë djalë sepse nuk e di a ka mund me shit se di ku ndodhet. Shteti ka bërë denoncim dhe askush nuk më përgjigjet, askush s'më ka dhënë përgjigje. E ka mbajtur 3 muaj djalin dhe ka ikur në Itali dhe ma ka lënë në rrugë të madhe. Për atë djalë jap jetën, dua vetëm djalin dhe jo gruan. I kam kontaktuar të gjithë dhe nuk kam gjetur asnjë rrugë zgjidhje. Më kanë kërcënuar dhe më ka thënë nuk e punë me mua, je pisanjos, je legen. Probleme kemi pasur për konflikte të dobta. Ato e kanë nxjerr jashtë edhe familja vet dhe se ka përkrahjen e familjes. Ajo ka 2 vajza në Itali dhe unë se dija. Ajo ka qenë e martuar 3 herë dhe unë e dija për 1 herë. Unë jam prishur edhe me familjen time. Unë kam dyshime se ka gënjur dikush dhe e ka marrë. Unë dua djalin, nuk dua t'ja di se ku ka ikur ajo. Telefoni i ka dal i fikur, thot ai. Gjovalin Mikaj kërkon që të gjendej djali dhe se të sigurohet që ai është mirë dhe gëzon shëndet të plot.